Një përshëndetje ju vjen nga këndi i kuzhinës. Siç e shikoni, sërish kam të ftuar një kuzhinier shumë me eksperiencë. Ai quhet Dritan dhe ai do na nxjerrë një recetë shumë të bukur që folim paraprakisht. Përshëndetje shef Kanari. Sot kemi menduar që të përgatisim një fileto pule. Fileto e shefit e kemi qytur sot. Edhe fillojmë me radhën e kohës. Pasi po shoh gjithë këto ingredient, keni portokallin, specë kuq, keni prosciutto, është fileto pulës, patate, majdanos, kopër, kërpulla, djath. Domethënë duket një vërtet një ka një kombinim shije shumë interesante që nëse do të provojnë në shtëpitë e tyre, të gjithë ka për të pëlqyer me siguri. Atëherë të shohim Dritan se si ju do na i demonstroni. Do fillojmë me radhën e parë të punës duke qeruar patatet. Po, qërojmë patatet. Kjo është rada para punës. Po, në fillim qerojmë patatet, sepse patatja ka nevojë për të zjerë, kështu që sa patatja të zjejë, ne kemi kohë për të përgatitur përbërësit e tjerë. Përbërësit e tjerë. Atëherë, kështu pra fillim me radhën e punës. Po portokallin, ku do ta shtojmë Dritan? Portokallin do ta shtojmë gati në përfundimin e recetës sonë. Kemi mbruar patatën, heqim betoninën. Po. Edhe patatën do ta presim në feta. Të shohim Dritan, pasi ju ma shpjeguat, po kur ta shijoj recetën tuaj, do t'ju jap notën se çfarë si ka dalur. Domethënë ky propozim që ju bëni, pasi është një filetë e shefit, është një filetë e propozuar nga ju. Ashtu është vërtet krenar. Atëherë, kemi patatën e kemi prerë, kemi gati për të zier. Për ta zier. Kështu që ndezim zjarrin edhe vazhdojmë. Shtojmë vajin e ullirit. Po. Pasi të nxehet pak, do të shtojmë patatën. I shtojmë Dritan. Po, i shtojmë Po patatën. ndihmoj edhe pak unë. Ne do marrim patatën aq sa na nevojitet. Po, patjetër. Pasi skuqim patatën dhe do ta zim, atëherë çfarë do bëjmë tjetër? Pasi skuqim patatën, do të vazhdojmë edhe me prerjen e filetos së pulës. Atëherë fillojmë me Fillojmë me prerjen e filetos. Ndërkohë patatet skuqen. Do ta presim në feta, ashtu siç kemi prerë patatën, do ta presim në feta, që të kemi mundësinë për ta. Ju kuptoj, duke Dritan, e gjëja që na ndryshon në televizion është që ne dhe flasim dhe punojmë. Ju kupton, pasi teleshikuesit tonë që na ndjekin janë shumë të interesuar për atë që ne themi, por dhe atë që ne demonstrojmë. Patjetër. Kemi bërë në 3 feta. Kemi gjetur në 3 feta. Edhe do t'i vendosim edhe këto tashme për të skuqur. Po. I vendosim. Ndiqini pra hapa safi në recetën e propozuar nga Dritan. Unë po ndihmoj Dritan për se dhe kapsën, pasi kapsën e kemi jashtë kuzhinës tonë. Përdo? Mishi i pulës nuk harrojmë që nuk ka nevojë për shumë skuqje, pasi është një mish i bardhë, i cili lehtësisht skuqet. Kështu nuk na humbasin as vlerat e tij ushqyese. Atëherë do të shumë. Atëherë ju shohim në propozimin tuaj shef Dritan, një shef i sa ardhmës. Dritan, sa vjet keni që punoni kuzhinier? Gati 2-3 vjet dhe kemi punuar intensivisht. Edhe sepse kuzhina do pasion. Nëse nuk ke pasion për kuzhinën, është e pamundur të bësh edhe një kuzhinë. Jo, i bëra këtë pyetje më lindi nga që po shoh recetën tuaj, domethënë keni shumë përbërës dhe në këtë kohë që ju sa më tha 2-3 vjet, domethënë të arrin të kompozoni receta, është domethënë më pëlqen iniciativa, pasioni juaj. Është një kombinim shijesh, cilën çdo kuzhinier pasi kalon një periudhë kohe ka mundësi që të kompozoj receta të ndryshme, edhe pastaj mund të ketë receta të tjera tashmë, mund të quhet të tjera. Thjesht ju keni marrë frymëzimin nga receta që mund keni parë. Po, sigurisht. Në restorante ndryshme. Në momenti që të shtojmë pak krip, edhe piper. Shtojmë krip edhe piper. Pasi shtojmë krip edhe piperin, i kthejmë edhe nga krahu tjetër. Si mishin ashtu edhe patatet. Pasi shohim që avash janë duke përfunduar procesin e skuqjes, ne do të vazhdojmë me zgjerrjen. Pasi kemi kthyer, do të vendosim edhe prosciuton tek mishi. Marrim prosciuton, të lutem, një kunj. Po, patjetër. Faleminderit. E presim në mes. Gjysmë hana. Gjysmë hana, po. Shumë bukur. Marrim një kazë.
Ja pra, në skuqje të lehtë filetos së Skuqje të pulës, lehtë. kryp piper, propozimi nga ju. Edhe tani do të jedhim pas kapitulit të lehtë të marrë pak, do të jedhim pak pana. Gjyrusin, kemi dhe gjyrusin. Do të jedhim në gjyrusin, edhe gjatin kaçkava. Ordoni edhe panën kur Ma ndani panën. Në të jedhim buzuk. Ka vërdisim. Unë po i ndihmoj pak shtet geni me majën e thikës, po jedh pak Lur. gjyrusin. Kurkuma. Kurkuma, po. Tash njerëz indianë. Po, ordoni edhe djathit kaçkava. E shikojmë që ja ka marrë një ngjyrë tepër të bukur, të këndshme. Një bërë kombinim ngjyrash. Kombinim ngjyrash. E kuqe në bëjkaf me pak kuqe për pullat. Edhe djathin kaçkava. Ashtu. Ne ka vërdisim. Po. Do ta lëm për pak minutë derisa të marrë një masë homogjene salsa. Edhe do ta servirim në fjalë. Gatimi i fundit. Atëherë shef Geni, unë i propozoj ta lë unë jeni pak zjarrin Po. asaj. Ndërkohë unë po e servir gjizën që ju e ju të kripi piper dhe kopër. Që e lam të marinohet. Ishte gatimi i parë që kemi bërë dhe e kemi lënë që të hyjë marinime. Nga pra unë po e rruaj. E nxjerrim dhe e përfunduar. Ja tani ka ardhur momenti filetës pulës, që e kemi skuqur filetën e pulës të preja kubike, e kemi hedhur pak ujë pasi është zgjerur. Kështu, i kemi hedhur pana, edhe pak pluhur ngjyrues, edhe djath kaçkava. Kemi lënë që të marrë një masë homogjene, masë e lidhur. Tani ka ardhur momenti servirjes së filetës pulës. Është një kombinim ngjyrash shumë i bukur. Vërtet shumë i bukur. Që edhe njerëzit tanë, miqtë tanë, do ta në momentin që do e shikojnë do i kënaqet syri në fillim. Pastaj Ju shef Geni kur gatoni në shtëpi dhe kur i bëni të afërmit tuaj, prindërve tuaj, këtë recetë besoj ata vërtet kënaqen. ato kanë diçka të keqe sepse në momentin e parë që shikojnë dekorimin dhe kombinimin e ngjyrave këtyre pjatës. Pastaj shijojnë. Pastaj e shijojmë, ja tani shef krenari kemi ardhur në fundin e recetës tonë. Pasi kishte një shumë llojshmëri produktesh, i përfunduam në një pjatë të vetme për të pas një ngjyrë të përbashkët, të jedhin pak gjatë kaçkavall, të gjitha nga pak. Hodhin dhe djathin. Dhe tani është momenti për të servir. Atëherë Geni të falenderoj për këtë recetë kaq të këndshme, emocionet. Faleminderit shef Krenari, ishte shumë kënaqësi të gatuaja pranë jush. Shpresoj që edhe ju t'i pëlqej gatimi edhe teleshikuesve në momentin që ta gatuajnë t'i pëlqejnë Po, miqve të vet. unë jam i sigurt që teleshikuesit do ta bëjnë kështu siç ju e propozuat. Dhe nuk më ngele gjë tjetër, më ju takojmë në regjistrime të tjera për receta kaq të bukura dhe kaq të veçanta siç ju na bërt për teleshikuesit tanë. Faleminderit. Shumë faleminderit shef Krenari.